Një ditë, një njeri me emrin Sakhr ibn Harb erdhi dhe ul pranë profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe i tha: "O Muhammed, pas teje, çështja e pushtetit dhe udhëheqja, do të jetë për ne apo për dikë tjetër?" Profeti, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ju përgjigj: "O Sakhr, kjo çështje pas meje është për atë që ka të njëjtën pozitë te unë, siç e kishte Haruni te Musai." Pas kësaj, Allahu i lartësuar e zbriti ajetin e bekuar. Për çfarë po pyesin njëri tjetrin? Për lajmin e madh për të cilin ata janë në kundërshtim? Suratun Nebe, ajeti 1 deri në 3. Pas ndarjes nga jeta e profetit fisnik, njerëzit u përçanë lidhur me çështjen e udhëheqjes dhe zëvendësit të profetit. Por Kurani i shenjtë dhe vetë profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, deshën që t'u sqarojnë këtë çështje njerëzve, duke treguar se udhëheqësi dhe imami pas tij është prijesi i besimtarëve, Ali ibn Abi Talib, paqja qoftë mbi të.